lato 2, sopra 2, dall'altro lato 2. Well, part of the heart of Black Horse Initiative is to help the farmers to sell their oil. Një pjesë e punës tonë e Black Horse Initiative është që ne të marrim një vaj shumë mirë dhe cilësor dhe të shesim vajin e tyre në Amerikë. Gjithashtu ne jemi shumë të lumtur që po bashkëpunojmë me Azofert, sepse edhe ata janë një kompani që prodhon jo vetëm ple organik që ndihmon dhe fermerët të përshtojnë prodhimin edhe cilësinë edhe të shtojnë rendimentin, por gjithashtu edhe për elemente tjera që ndihmojnë ullirin, siç janë Nutrivive apo produkte tjera që ata janë duke bërë. Gjithashtu Azofert na ka mundësuar duke sjell disa agronom nga Italia, dhe këta agronom nga Italia janë duke na ndihmuar fermerët tanë për praktika më të mira. Edhe sot ne po shohim në fushë reale punën konkrete për pasur një prodhim më të mirë. Kështu që është një privilegj edhe për Black Horse që po bashkëpunon me Azofert për një qëllim të përbashkët. Të ndihmojmë fermerët të prodhojnë më shumë, të prodhojnë më mirë, që edhe klientët e Black Horse Initiative të dinë që po blenë nga më të mirët. Deri më tani, të gjithë klientët që kanë provuar vajin janë shprehur të magjepsur dhe thonë që ky është vaji më i mirë që kemi provuar deri tashmë. Dhe besoj që ne jemi në kohën e dur, sepse jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë botën, po kuptohet rëndësia që duhet t'i japim shëndetit dhe ushqyerit të shëndetshëm. Një pjesë e rëndësishme e punës tonë është që edhe fermerët jo vetëm të prodhojnë shumë, por edhe të përfitojnë më shumë para nga puna e tyre që bëjnë. Initiative is to make sure that the farmers are earning more than it costs them to produce. Quei rami che dovrebbero produrre tanto, vedo troppo vuoto. Calcolo che qua c'era una bella chioma prima, quindi aveva poca luce.